Etapa e 5 e Rally Albania ka futur turneun spektakolar të garave me makina dhe motor në një fazë intriguese. Karvani i pilotëve u zhvendos në brigjet e Jonit në Vlorë, ndërsa protagonistët përshkruan një ndërthurje të bukur të panoramës detare në Nart me malet pranë qytetit jugor, ndërsa ka nisur tashmë edhe llogarit për Fronin. Etapa e fundit e zyrtarizuar përmes numrave nga komisarët e Rally Albania nxorri fitues dyshen shqiptarëve të pilotëve të makinat, Drin Shkreta dhe Klodian Voko, me këtë të fundit që mori një surprizë të bukur në finish, pikërisht në ditën e lindjes. I dyti doli holandezi Robert Bryan me një makinë bagi, ndërsa i treti në këtë ndalesë Renti Sina. Kampioni në fuqi fal vendimës së austriakes doli Whitberger në rolin e co-pilotes, vazhdon të kryesojë në renditjen e përgjithshme të makinave. Ndërkohë në kategorinë e motorëve etapa e fundit u fitua nga italiani Gianfranco Cascioli, ndërsa i dyti doli polaku Sebastian Kajuzni me motorin KTM. Në renditjen e përgjithshme komandon Kavilja i ndjekur nga gjermani Torsten Kaiser me një diferencë vetëm 3 minuta.